Edi Rama ankohet për flet arrestet e shumta. Dhe për ata që a ishe si ashpërsi, atë që ishte si ashpërsinë më të madhe të gjyqtarëve se sa prokurorëve. Shpesh kemi parë që gjyqtarët të bëhen më të ashpër se prokurorët. Nga se e kanë këta bushat, nga Afrika si bëhet, ç'mendon ti? Kush e ka nga Afrika? Gjyqtarët bëhen shpesh më të ashpër se prokurorët. Për një rast, ndodh kjo, një rast simbolik, ai Ilir Beqes, më duket që gjyqtarja ktheu tha duhet ta jetosh dhe për këtë. Me sa di unë, Klodi mund t'i di më mirë. Po njerë u ngatruan për them edhe Dumani tha, këta ne na dëgjojnë. Ne na dëgjojnë tha. Po e mban Samir Tahiri. E mban mend fjalën e Dumanit? E ka pasur refren një vit opozita dhe kritikët e SPAK-ut. Ishte Rehat Rama atëre, se i njëjti standard aplikoi kundër opozitës. Problemi këtu është, po ta shohësh edhe në këtë rast, gjithë fjalimi i Ramës, argumentat i ka të elaboruar dhe të mbështetur. Pra, a kemi ne sot një drejtësi represive? Pa dyshim që kemi represive. A ka drejt Rama kur thot më shumë mbizotron heqja, principi heqjes liris, se sa principi i prezumimit pafajësis, pa tjetër që ka të drejt. Ka një gjë, e para u bë për këtë kjo reform. Pra, në qoftë se sot kemi këtë reform që lesi është ka të ndisur, po pati një pikë nisje, që këtu ka njerëz të paprekshëm. Tani, si gjithmonë në periudhat tranzicioni, nga një defekti madh shkohet drejt një defekti tjetër sa të gjej ekuilibrin. Po unë mendoj se Ramës nuk i intereson ekuilibri. Rama, edhe kur flet për prezumimin e pafajësisë, edhe kur flet për ekstremizmin e drejtësisë në kohë revolucionare, thot ai ka një qëllim. Kërkuat imunitetet tona. Pra shqetësimi i Ramës nuk është shqetësimi njeriu që do të rregulloj drejtësinë dhe ta bëj më të drejtë. Rama kërkon një drejtësi që mos i shkojë ke gardhi shtëpisë tij, kaq i thjeshtë është fabula e tij. Sa kemi lexuar ne nga mesazhet që vijnë nga Brukseli, kanë qenë dy. Reforma nuk preket, nuk ndryshojnë ligje që forcojnë paprekshmërinë dhe imuniteti Ballukut nuk diskutohet. Këto kanë qenë deri tani 3 mesazhet nga Brukseli. Tani, Rama thot se kështu është mjeshtë, kështu e bëri dhe reformën drejtësi. Ne kemi marrë ekspert ndërkombëtar. Dhe gjithë këto gjërat që tha sot, ai doja parashtroj dhe këtyre ekspertëve ndërkombëtar, për pjesën më të madhe të cilëve ky ka drejt dhe ata do bien dakord. Por këta të Brukselit kanë një aftësi prej Gomarit, se Gomari shkaf shumë e mirë. Këta nuk kanë argumenta kur e vendosin, pasi të kanë çuar mandatin. Duhet të çojnë ata ekspertë, jo të gjej Rama. Ata të çojnë me ato dhe ekspertit teknik. Rama janë higjienën e këtej i pajton vetë. E citoj atë francezën, ai që tha ju keni kod, tha që nuk ta shton, po ta heq lirin. Po problemi ku është, ka një super libër Varoufakisi, ish ministri financave grek, për krizën greke që shpjegon BE-n. Flisja, tha, ja u argumentoja, m'jepnin drejt për gjithë argumentat. Kur të shkonin, votonin, tha, mi hidhnin poshtë gjithë argumentat, mua ktheshin ka ajo që kanë vendos vetë. Dhe këta kanë vendos reforma spreket, ligje që forcojnë imunitetin e ministrave, harroje që mund të bëni. Tani, a mund të bëj Rama këtë? Rama mund të bëj, se i ka ato 83 votat që thotë. Mund të bëj dhe me Berishën, se edhe ai... Bashkë dhe me Berishën, aq më keq. Por, do bëj llogarin që do hynë konflikt me Brukselin. Kjo është dilema që Rama s'po ndërmer asnjë veprim konkret. Sot nuk tha as po as jo, për do ja heq imunitetin Ballukut apo jo. Sot akoma ne nuk dim atë ligjin që firmosim me Ulsiun. Do e çojmë parlament apo jo, po i mban të gjitha pezull se nuk llogarit dot reagimin që do i vinë nga Brukseli. Më ndërpreve ande po flisë për e largimit, ose shkarkim falpër. Ai është argument në favor të tij, në favor të mbrojtjes Ballukut, që i thot SPAK-ut, pse s'do ta heqim imunitetin? Sepse në momentin që ajo s'është më ministre,
Ajo nuk mund të prek provat, nuk mund të ndikojë dëshmitarët, nuk mund të përsërisi veprën. Pa është situatë shumë interesante kjo që bërë e Po, a ka logjik. Pra, përpjekja e Ramës është të shpëtoj që të shpëtoj. Unë prandaj thash, këta të Brukselit janë ca burokrat gomer që kur e shkruen do bësh këtë, ti jepi sa argumenta duash, mo i mbyllin veshët. Ata të thonë, zbatoj njërë atë që kemi thënë, argumentat e tua vlenë, do i mbajmë këtu, shnim, por ti kështu si të themi ne. Kjo është e keqja me ata parat autokratik që është Brukseli. Kështu që ata po ja kanë quar këto mesaje, Rama të bëjt qatë do manovra, po i doli kunder, do shkoj në përplasje me ata. Në 12 vjetë, Rama ka të reguar nuk di të qeverisi pa vjedhur. Po zvodhi bie. Dhe këtë i thotë, ore më linit vjedhme se si ta bëju ndryshe punën, nuk rrit do të në zyrë, po stash, të tende... Vjedhje nuk e them vetëm vjedhjen banale, po këtë qokën Erdoganit, këto na duen për Kushtnerin, këto na duen për Grenellin, këtu, pra, ka një sistem pagar ku njerëzit duhet firmosin, po e gjitha është fiktive, dhe tani kanë dalë ca në Bruxella, në Washingtona, ku e diun ku janë këta, që thonë, loja do ndroj, tani do qeverisësh pa vjedhur. Po, është si më thuash mua, fillo okej në këtë mosh. Nuk di ta luaj, jo. Jo, se mosh të vonë ke filluar në një loj, mos duke ta bi. Jo, vazhdoj pasionet vjetra, njëri për 3. Fillove lojnë e Schumacherit që ra, bëj kujdes se... Jo, ra pista e Elbasanit Schumacherit. Kjo pista këtu dakord, më pa i ka vdek, a i ka rënë në ski. Bëj kujdes. Spak pra, thot kryeministi është duke ndryrë në pushtetin ekzekutiv. Dhe parlamentar. A mund të e tonë të Spak Ballukun pa ndërmarrë si mas sigurie për zhvillimin e saj? Ose të kërkon të thjesht këtë në parlament, e qenë imunitet? Mos është pyetje që e vura kotën këtë dhe u konsumua? Se ndonjëherë... Jo, unë kam bajtur qëndrimi që posti i zëvendës kryeministres është i pesëdhjetueshëm, por gjykata kushtetuese e ka rrëzuar Ramën dhe ka mbetur 4-4. Do thotë që ka nevojë për një sqarim dhe mendoj që kjo çështje do të rikthehet prapë në kushtetuese. Janë gjëra më ylli për gjykata kushtetuese. 4-4 kalon në shtesë dhe penalti. Po pra, po kjo çështje do shkoj prapë me ankim individual nga zonja Balluku. Që është një çështje që mendoj kemi të bëjmë, grumullojmë disa fakte për ta ngarkuar. Rama mo ka thënë këto, nuk bëjmë fakte ne. Jo. Zora që ka thënë Rama mo. Fjala time për këtë po them për Ramën. Për shembull, gjykata kushtetuese në Shqipëri ka rrëzuar me 10 ligjet parlamentit. Si do themi ne që i kanë ndërhyrë punë të brendshme të parlamentit? Ajo atë detyrë ka, ajo vigjilon mbi të tjerët për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e vendimeve. A mund të konceptohet që gjykata kushtetuese ndërhyr? Në pushtetet do ndryj ky se të gjithë janë në një pushtetore. Dhe ne jemi pushteti medjes. Ai e ka atë mbrojtjen më të mirë përballë faktorit ndërkombëtar. Kam 4 mandate unë. Nuk jam autokrat që kontrolloj pushtetet. Madje më sulmojnë pushtetet e tjera, madje ka antar gjykatës kushtetuese që s'kan marrë asnjë vendim procedural. Sinkronin e fundit që ne kemi... Ai po e përdor gjithë të zhurmë në favor të imazhit vetë ndërkombëtar. Po, është një përpjekje për imazhin, dhe si do ta thotë edhe që do të ketë ekspert ndërkombëtar për ndryshimet,